Përshëndetje nga shkolla Udha Shkronjave. Unë jam Artur Shkurti, në këtë regjistrim do t'ju lexoj Lahutën e Maltësisë, kënga e 11, Lugati. Sot është data 30 nëntor 2025. Këngë e 11, Lugati. Knjaz Nikola, i bur me kokë, ka ndollë sande disin qok, e poj kandet mi ligjërue, ndejt e votra bashk me grue. Mbas si darka ka mbarue, e shkuen fëmijën në shtrat me ra, kush të ciz e kush të e kja. Si pra buk njëherë ka ngran, për urvotër s'pështet më njan anë, zgjeshun brez e ashtu në t'holla, kall kamishin knjaz Nikola. Edhe rin a i mjanën bri, tash duhan, tash ventu e pi. Po qinget e ka në frangi, tash të ngran do kështeja t'zeta, që Milena me duart veta ja qiron e ja ven para si për grue që lyp e mara. Aty atëherë të e bisedue, po zen grues a i mjë lëvdue. Se kështu turkun unë e theva, këtu ja bana, atje ja ktheva. Se edhe krajlat muë mduen, Serbi e Greku muë mdruhen, se marrë ndor unë për Bulgarin, do ta marrë edhe Mostarin, do të marrë Shkodër e Prizrend, krajl do të bahen për një mend. Edhe në Shkodër do të zavend, ty do të baj unë një mretnesh, me dolam nuk e me vesh, as do të vesh ma kacilit, por krejt nari ke me shndrit, e do të vesh kunor mbi krye, një dit udh larg me të shkëlzye, pse ma trim se mua nuk e, kah do shkrep djeli mbi dhe. Qesh Milena, me i gjys gazit, për këto makladat knjazit, e as i bahet jo me indije, përse i dajnë të ta në klapi, që i flet knjazi ventu e pi. Prandej rina jo paza, me gjylpyre qarap të e ba, veç ma von nis me kuvent. Qyqja neri, shka me ken, me të zif min kam vu me ra, pse me gjas dishka kan pa, e ka që fort mjerët janë trishtue, sa s'nigjojnë me fjet pa mua. Shka kam pa, knjazi po e pyet, që s'nigjojnë vetun me fjet, mbasi na edhe këtu po jena. Nuk e djej, përgjegj Milena, veç si fëmija duen me thanë sa kem na buk të e ngran, e në përkthina ata të e luajt, pas kam pa ndër shtamat ujt, struk të stjolli ndej kacuk, një me qalën, si me kenturk, me tesbihe me qibuk, edhe karahve lëshue një qurk, që zben ftyr e buskër vesh, të e qit flakën për sy e vesh, rrite fëmive të ngërdesh. A mos tjetë qyqa lugat? Pse po flitet në përfshat se një turk kamatagji i pabese faqezi diku atje prej Samoborit ken ka quë e lugat prej vorit. Hoku bet me u pa me sy. Hikmo i thot, a i kement krye se lugat në shekull nuk ka. Kush e di se shka kan pa? E u ashba Fer Abrahim, asë ndoshta ndoj kulim do tjetë ba ndër ta surat e u ashti tjerve lugat. Kush ka dek e hin dhe, a i nuk then jo ma ndër ne, a i nuk then jo ma ndër ne, vese jeni po ju grat, që këto dokra i qitni mcat. Kur të mlidhni, ju të hini edhe fjale halë mos gjini, për me fol për shoqet tuaja, s'ka lugat as shtrik lum gruaja, e unë jam në halë,
po me të gjallë, se për të dekun po të baj pall. Si, s'ka shtriga, e s'ka lugetën, janë një zgruje prap në e vetën. Për lugetën nuk e di, pse gjakur s'kam pa me sy, veç në përngjind unë shka kam dije, po për shtriga s'ke shkam thue, pse unë ta njof ma se një grue, që këtu brend po në cetin, ndoshta ndoj kushrin, dalin natën por si shkënia, edhe futen brend ndër shpia, prej pullazin për oxhak, e u azan gjindës frymën njak, që i mandej këta duen me thanë, se në gjumë ankthi ata i kazan. E sa shtjetër veç se shtrigat, që u alshojnë të mjerve të ligat, ke shkojnatën rreth e okolla. Pralla, pralla, thot Nikola, të tana pralla edhe kopalla, përse shtriga s'ka kërkund, as në qytet, as në katund. Adin shka ti moj burnesh, zen ma vonë knjazi të e qesh. Mbasi shtriga ka po thue, a milqon këto shtriga mua, e përzet let më përpin gjallë, por mi zidh me dhamet malë, e jo role për brihinit, që s'mund brejnë as gjeth purinit. Hajte ingratë si të shkoj jeta, me palavra e fjallë të shkreta, ju përgjigj milenat herë. Unë jam në halë për fëmijët mjerë, që i ka kapun sande friga, e tim qet dokra për shtriga. Jo kështu i drue, jo kështu si drue. Qo me ra, pse vonë ka shkue, se edhe fëmia janë tu e mprit, e unë do të godhi nesër me drit për me i bamu rangët e shpis. Pse po kje që e soj e shpis vetë su del punve për para, aty sreshet kur e mara. Kështu i thot gruaje si në mërzi, mandej zjar e mlon me hi, shput e lamsh i qet në shport e pa tjerë fjalë tjera tort, me një za si në gjysë të marazit, të mirë natë, ajo i thot knjazit, do gjut cilit zjerë kisht pia, edhe shkon me ratë e fëmia. Me i tup djelën e me i varvashka shtrinën petka resht si brasha. Qesh Nikola në mustak, e për të vum punve kapak, merë e mush edhe një gotë, edhe shpik e ban zolot. Mandej poqin ndrynë në frangi, nden kamishin në sërgji, basi lullën shkund jaka, edhe shkon ot vet me ra. E si lodh që kishte ken ku me pun, ku me atë pik ven, që pat pi sande ma tepër, me i herment ju bane lepër. Edhe fjet, eja pa janë gjatë, nisit madhe me gërhat. Kur që aty t'u ba mjesnat, po i del gjumi knjaz Nikolës, edhe shef a i mjedis todës, një si njeri ndej në kam, me një mjekër gjatë një plam, edhe barkun sa i fund sheke, pështjelun shtatin në pëlhur deke, që si surfili ftyret zbe, e tu i ardhun era dhe, rrite knjazin tu e shikjue, me do sy që me trishtue, si gastarja cangullue, në përftyr mandej e mbiduar, aty këtu edhe mbi pëlhur, kish do njoll gjaku zi, që për mner më tek kishte ngri, e me qelb bashkishte tha. U trem knjazi kur e pa, e të përqeth të shtatit i ra, flokët ju të shuene shlung për pjet, nisi fryma me juzatet, e mloj djersa, kishte met të e këqyr më te, e as nuk ish të e mujt prej trishtimit më vend me lujt, pse edhe më kryq disi ishte këput, kaq për mder që i herë kjetut. Por kam që nis lugati me ju avit Nikolës nga shtrati. Knjaz Nikola
aty i ringati e fill dorën qon kabure që e kisht vjerë në një figure edhe don a i zjarë me i dhanë. Kur lugati nis me i thanë: mos e vend dorën nga skeqe, nuk t'ka ardh me mend keqe, as me t'shartë, as me t'razue. Unë kam ardh këtu me t'kallzue, disa punë që tash kanë bit, e që mirë për ty asht me i dit. Ashtu muë si mdan në shtra, ashtu muë si mdan në shtrasha. Unë jam Mehmet Ali Pasha, që më pat nis mretin Shqipni, për me lëshue malit zi, hot e grud, plave kusi, si në Berlin keba pleshni. Por, kur mrina në Gjakov, aty e zez mu e më gjet një provë, përse krenët e shqiptaris, me Ali Pashën e gusis, një bet madhe po e kishin e kin ba, plag e i rin luft me ra, bure grue po në luft me ushue, e ato male mos me lëshue. Prandej, vet aty kur shkova, tu e quem kam të tanë Kosova, peje e vogël dhe rrugova, edhe mua më rrethuen një rendit, shi në shpitë dhe Abdullah Drenit, ku mua e të mjerin më kanë vra, të tanë gjak mua më kanë la, si me sy që jetu e pa. Pra tash tjetër ty s'kamet, veç këto male me i marr vet, e me i marr me pushk për faqe, pse pa i ba një disa gjaqe, për pa i djeg disa bajraqe, tok Shqipnijet në dorë nuk qet. Sot Shqipnia është ba milet. Besa atëherë po i thot Nikola, mbasi vetë smujt ka stamolla, këto male me milshue, puna gjatë thom ka me shkue. Pse si vetë ke mujt me pa qysh se në gjak krejt kenkela, me pushk ndorë s'mere Shqipnia. Vra në ftyr Mehmet Alia, e prej pezmit tu e qit shkënia, tu e kërcnue dhamët prej marazit, e vërtet, po i thot ai knjazit, se me dje ka me tu dasht, në luft me thyë mase një rasht, e me hjek shumë e shumëzi para se t'hish në Shqipni. Pse shqiptarët e dje edhe vetë, se janë trima e për këtjet ata ropë si shtrohen kuj, por me pas me imsy pa buj, edhe në moh natën me ura, tash që ata i her janë shpërda, unë kujtoj se me pak gjaqe puna ty të del për faqe, edhe hyn nga dhënjus Shqipni, prandaj mlidhe shpejt një ushtri, edhe lëshohen plave në gusi. Natën ter befas tura, e si në gjak plavën të kesh la, edhe zhbita kesh kusin, atëher merë e mësy malcin. Me tagan, me unë në dorë, edhe shkimi ata malcor, pse pa i shkim ata malcor shkodra tys të bje në dorë, e aske nga e jo me u hutue, pse shqiptarët kanë nis me uzgjue, kanë nis shqyp këta me shkrue, kanë nis të flasin për komsi e për liri e autonomi. Edhe gjatë thom nuk do të shkoj, e Shqipnia do të kërkoj me dal mbeti si Serbia, si Greqia e Bullgaria, mbasi ka edhe ndonjë mbret që shqiptarët ai po i gërget, ku me pare e ku me fjalë, turku dore ata me i dal. Prandej atëherë ti s'ke me mujt, gurt mas dëshirit tand me i lujt, pse do të dal kush di se kush që ka vu ka dit mrabush, shqiptaris me i dal unë zot, edhe gurt ai tytilot. Por po mujt e njëherë sot këto male me pushtue, që ty dhes këtë janë perore, jo veç këto mas dalin dore. Por me kohë me dredhi edhe në Shkodër keme hi. Pse do të djesh ti lum Nikola se e ka ba pleqnista molla, ty ma para edhe Serbis si edhe krajlit të Greqis, Grekut, shkjaut po edhe Bulgarve, me u alshuen dorë tokët e Shqipnis.
se me u dhan lirin shqiptarve. Kështu Nikolës i tha Lugati, edhe tjetër nuk janë gati, por u zhduk ai në përkthin, tu e lan mrapa një qelpsin, që i dervon unë djenë cetin. Knjaz Nikola atëherë u quë, shpejt u vesh edhe u shtërngue, edhe duel natën për hanë, për me u pjek me atë Mark Milan. Më Mark Milan ai për me u pjek, me të fjalët për me i përpjek, se kur m'plav me qit ushtrin, se kur n'gjak me lakosin, se kur flak me ndes malsin, e se si me hup Shqipnin. I hup të Zoti për një ment, Knjaz Nikol edhe gjithkan që mendon e sharton zi për të bukurën këtë Shqipni. Lahuta e Malësis, Gjergj Fishta, kënga e 11 Lugati, sot në 30 nëntor 2025.